Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Do të flasim sot për shëndetësinë. Është kënaqësi për mua të ndaj me publikun e gjerë të këtij formati televiziv, po edhe të ekranit ton, një ngjarje shumë të rëndësishme që ka ndodhur në Tiranë në datën 15 dhe 16 nëntor. Për herë të parë Shqipëria është përzgjedhur si një vend ku mund të realizohen konferenca ndërkombëtare të një niveli dhe standardi të lartë, siç është konferenca e 5 internacionale e fizioterapisë, që është zhvilluar për herë të parë në Shqipëri e që ka bërë bashkë fizioterapist nga Shqipëria, Kosova dhe nga vende të ndryshme të Europës, Greqia, Hollanda, Spanja, Anglia, Ukraina, ndoshta edhe në vende të tjera, të cilat do t'i përmendim në vijim. Në fakt ka qenë një agent prezantime shkencore në fushën e fizioterapisë, e cila ka përfshirë një seri referimesh me tematika të ndryshme që lidhen me rehabilitimin, terapinë fizike dhe analizat klinike. Për këtë unë kam të ftuar një fizioterapist, një mjek i cili ka zgjedhur qytetin e tij të lindjes të ushtrojë profesionin e tij tashmë prej vitesh. Sigurisht është shumë e rëndësishme që ne të kemi të ftuar një fizioterapist që ka qenë pjesëmarrës i saj për të ndarë me ne pikërisht atë çka u diskutua në të. Gerald Gorari është fizioterapisti tashmë që është rikthyer në ekranin ton në Pak nga të gjitha për herë të parë. Gerald, mirë se erdha. Faleminderit, kënaqësi. Ashtu sikurse anonçova, ju jeni fizioterapisti nga Korça, themi, ndoshta ke qenë vetmi nga Korça që i e bashkuar kësaj konference. Nuk e di, ndoshta mund të kenë qenë edhe kolegë të tjerë nga Korça, po me sa isha atje më tepër pash pjesëmarrës patjetër nga gjithë Shqipëria, po kishte, dua ta theksoj, edhe pjesëmarrës nga vendet e tjera të Europës. Për shkak të profesorëve të cilët referuan ditën e parë, të cilët janë të një niveli shumë të lartë të fizioterapisë në botë. Në fakt, sa e vështirë është të pranohet një vend si Shqipëria për të organizuar konferenca të tilla, të një niveli të tillë? Atëre, Shqipëria është konferenca e 5 e cila realizohet në Shqipëri, por kësaj radhe ka qenë në një niveli ndërkombëtar. Që të thotë, ne kishim përfaqësoheshim nga Konfederata Botërore e Fizioterapisëve, të cilën patjetër e kemi marrë mbështetjen e tyre, dhe kishim të ftuar nderi profesore Ester Meri, e cila është presidentja për fizioterapinë në rajonin e Europës. Kryetare e rajonit evropian të fizioterapisë, po. Ester Meri. Ester Meri. Dhe patjetër kërkon një lloj niveli organizimi shumë të lartë, por Shoqata Shqiptare e Fizioterapisëve, e cila është e njohur dhe nga Konfederata Botërore e Fizioterapisëve, ka bërë një punë fantastike me grupin organizativ, ku kjo konferencë i ka shërbyer shumë të gjithë profesionistëve të fizioterapisë, por dua ta theksoj dhe të studentëve, të cilët tashmë vitet e fundit, le të themi ndryshe nga ne që kemi mbaruar pak më shpejt shkollimin, e kanë në rrugën më të lehtë për të njohur me literatura të reja, apo për të kuptuar vërtet rolin e një fizioterapisti në vendin tonë. Në fakt, ne pak momente më vonë do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë disa prej fizioterapistëve që ju bashkuan kësaj konference nga Tirana. Numri ka qenë i konsiderueshëm shumë i madh, po ne kemi përzgjedhur vetëm disa me ndihmën edhe të doktor Geraldit, po duhet theksuar që ka pasur tematika në fakt shumë interesante për sa i përket kumtesave, pra referuesit kanë sjellë tema nga më të ndryshmet, duke ju referuar rasteve që ata hasin në klinikat e tyre, rasteve të përditshme. Për shembull, do të përmend efektin e vendosjes së ngjitësit kinezio në funksionin e ecjes së 2 adoleshentëve me paralizë cerebrale. Është një studim i sjellë nga Erda Shehu. Valentina Dushi, një tjetër fizioterapiste, ka sjellë vlerësimin e lidhjes midis faktorëve të ndryshëm dhe shpeshtësisë së aktivitetit fizik të adoleshentët, sërish kanë qenë ata në qendër, kanë qenë tematika nga më të ndryshmet, raste të tjera klinike janë sjellë për shembull nga një tjetër fizioterapiste, Jola Çini, fizioterapia me një qasje të përqendruar në familje, ndikimi i edukimit prindëror në zhvillimin motor të hershëm të fëmijëve. Më ka pëlqyer shumë si temë. Të paktën titulli më ka ngacmuar edhe për faktin kur je në pozicionin e prindit. Ndërkohë, ju, doktor Geraldi, keni sjell një rast studimi kondromalacia e
Patelës dhe rehabilitimi i saj. Mund të flasim pak më konkretisht pse keni zgjedhur këtë temë? Është vetëm një rast, janë 2 raste të ngjashme. Pra, më saktë është krahasimi i 2 zonjave, mosha 36 dhe 37 vit, të cilat njëra është sportiste, atlete le të themi, ka qenë më përpara dhe tash e ushtronte për pasion, dhe zonja tjetër ekonomiste, e cila ishte gjatë gjithë kohës punë zyre. Të dyja rastet faktikisht që kam trajtuar sipas një protokolli në të cilën unë jam përmbajtur, por duke u munduar të futesh diçka më inovatore, po themi në mënyrën e trajtimit, duke bërë punën më të lehtë për pjesën e pacientit, që pacienti mos vish shumë herë te fizioterapisti për trajtim, por dhe për t'ia lehtësuar punën njëkohësisht dhe vetë profesionistit, fizioterapistit. Atëre, si fillim dua të theksoj që kondromalacia patelare është një dëmtim shumë serioz i kupës të gjurit. Pra, indi i cili mbulon kartilagu, i cili mbulon pjesën e patelës, në disa raste mund të jetë traumatike apo për shkaqe të tjera, ndodh që dëmtohet dhe pastaj atje shkakton dhimbje dhe gjuri nuk ka më fleksibilitetin e duhur, pra lëvizshmërinë e duhur dhe fillon dhe shkakton dhimbje. Por ky problem dahet në gradë, dhe grada e parë, e dytë, le të themi, dhe deri diku te e treta janë gradat të cilat mund të trajtojnë me fizioterapi. Por grada e katërt është absolutisht rast e cila trajtohet me kirurgji. Dhe është një shkallë vështirësie e mënyrës të trajtimit me kirurgji. Pra, edhe ortopedët të cilët e trajtojnë duhet të kenë një eksperiencë shumë të mirë në këtë lloj trajtimi. Të dyja rastet e mia kanë qenë midis gradës të dytë dhe të parë. Që do thotë nuk kishin nevojë për ndërhyrje, sepse nuk kishin nevojë, po, patjetër, nuk kishin nevojë për ndërhyrje. Kur më kanë ardhur të referuar nga mjeku ortoped për pjesën e fizioterapisë, dhe mënyra e trajtimit ka qenë në 2 forma. Ka qenë me anë të terapisë instrumentale, të cilat janë pajisjet që ne përdorim, lazer, tekarterapi, ultratingull, patjetër dhe elektroterapia, e cila është për forcimin e muskujve, e kam përdorur në këtë rast, dhe më pas këshillimi dhe dhënia e disa ushtrimeve specifike për forcimin e muskulit quadriceps tek ata pacient ku i kam ndjekur në vazhdimsi. Dhe rezultatet kanë qenë vërtet shumë të mira. Në të 2 pacientët shkalla e dhimbjes ka qenë sipas VAS ka qenë 5-6 dhe kur kanë ardhur më vonë mbas u kam përfunduar trajtimin e terapisë instrumentale dhe i kam ndjekur me anë të terapisë fizike, që ju kam dhënë këshillat se si duhet të vazhdojnë në shtëpi, ka rezultuar që ka pasur një efekt shumë të madh dhe dhimbja është ulur pothuajse në zero. Nuk kanë referuar. Sa kohë ju është dashur zonjave të rehabilitohesh? Dhimbja në të dyja rastet, mbasi janë larguar nga klinika, ka ikur mbas 4 javësh. Pas 4 javësh? Pas 4, dhe në rastin e zonjës tjetër ka qenë mbas 6 javësh. Pra 4 deri në 6 javë dhe më pas ushtrimet të cilat ato kanë bërë vetë në shtëpi kanë po të njëjtë rëndësi sa trajtimi fizioterapeutik te pjesa që kanë marrë në klinik për ta mirëmbajtur atë gjë. Duhet të ecin paralel të dyja trajtimet, pra dhe në shtëpi pacienti duhet të ketë vullnetin e duhur për të bërë ushtrime. Shumë interesante ishte rasti dhe për faktin që të dyja zonjat i bashkonte mosha, por i ndante profesioni. Kjo do të thotë që gjithë secili nga ne mund të jetë i prekur nga... Pikërisht, në rastin e zonjës atlete, ka për shkak të aktiviteti sportiv që ka bërë me një lloj intensiteti shumë të lartë, ka ndodhur që të vi ky lloj dëmtimi traumatik. Pra më tepër ishte mikrotrauma që shkaktohej një pasere, kurse në rastin e zonjës ka ardhur mund të jetë për shkaqe gjenetike, mund të jetë për shkakun që nuk ka pasur aktivitet fizik. Pra me pak e kundërta, patjetër me pak fjalë duhet të gjejmë një balancë shumë të mirë për mos pasur të lloj dëmtimesh kaq serioze.
do të na bashkohet në këtë lidhje të drejt për drejt tani në të format televiziv. Kemi tani në lidhje nga Tirana fizioterapistin Andi Metasani, nuk e di nëse më dëgjon. Përshëndetje doktor. Përshëndetje, si jeni? Faleminderit për ftesën. Faleminderit që gjetët kohën për të na u bashkuar edhe për të ndarë së bashku mendimet për sa i përket pjesëmarrjes tuaj në një konferencë shumë të rëndësishme ndërkombëtare zhvilluar për herë të parë në Shqipëri. Faleminderit juve. Doktor Andi, sa e rëndësishme është për ju si profesionist të ndash eksperienca me kolegë nga vende të ndryshme të Europës? Mendoj që jo vetëm për mua, po për shumë fizioterapistë dhe profesionistë të sistemit shëndetësor që ne bashkëpunojmë nga afër, është shumë rëndësishme të ndajmë eksperienca pasi kuptojmë çfarë duhet bëjmë më shumë dhe çfarë kemi bërë mirë apo çfarë duhet bëjmë më mirë. Ndërkohë, doktor, unë kam marrë dhe programin ku kam ndjekur nga afër kanë qenë një numër i konsiderueshëm në fakt të referuesish dhe tema ose kumtesa juaj ishte shumë interesante. Do përpiqem ta lexoj ashtu sikurse është, po nëse gabohem me terminologjinë më korrigjoni. Krahasimi i terapisë me pasqyrë me terapinë e vëzhgimit të veprimit te pacientët pas goditjes në tru për rehabilitimin e dorës. Keni trajtuar raste konkrete, pse zgjodhët pikërisht këtë temë? Në fakt është një temë që ka të bëjë shumë me rehabilitimin e pacientëve me goditje në tru. Për shkak është bërë për dorën, për shkak se është një nga pjesët më të vështira, mund të themi, për rehabilitimin që mund të ketë shumë pengesa, duke qenë se ka edhe shumë pika kontrolli në sistemin nervor qendror, dhe janë dy terapi inovative që mund të japin goxha rezultate ashtu siç është edhe në studimin që unë kam bërë. Gjithë ideja e kësaj ka qenë që të bëhet diçka më shumë inovative që mund të vinë në ndihmë të gjithë kolegëve që trajtojnë këto pacientë. Hasni shpesh raste të tilla në punën tuaj të përditshme? Patjetër, është AVC-ja apo goditja e stroku është një nga problematikat që zë vendin e parë për sa i përket invaliditetit dhe të dytin për numrin e vdekjeve, kështu që është një nga temat apo problemet shëndetësore më të rëndësishme që ne duhet të merremi. Doktor, sa kohë duhet një pacienti me goditje në tru, nëse shprehem sakt, për të rehabilituar? Zgjat shumë si proces? Është një proces që mund të marrë muaj, ndoshta edhe më shumë, por të jemi realist, jo çdo gjë mund të bëhet me fizioterapi apo me çfarëdo gjë tjetër, por ata pacientë të cilët janë kandidat të mirë për të urime këmbur apo për t'u kthyer jetës së përditshme, mund të marrin nga 3 muaj deri në 6 muaj. Pastaj duhet llogaritur edhe aftësia që ka truri për rikuperim apo krijim rrugësh të reja që quhet neuroplasticitet, që shkencërisht mund zgjasi deri 6 muaj deri në 1 vit, por më pas bie aftësia dhe deri aty mund të arrihet. Kryesisht cilat mosha preken, doktor? Përgjithsisht janë mosha e tretë, por është vënë re kohët e fundit që po bie edhe mosha e mesme, le të themi, që po ka raste me goditje në tru me AVC. Ju, doktor, sigurisht keni paraqitur në kumtes raste konkrete duke patur parasysh punën tuaj të përditshme, po nëse i referohemi në përgjithësi, sepse fizioterapia është një trajtim i cili në Shqipëri është kuptuar vite më vonë, rëndësia e fizioterapisë është përthithur nga pacienti shqiptar vite më vonë. Dhe tani tashmë ne jemi koshient se duhet në fakt të rehabilitohemi pas çdo lloji sëmundje. Sa ka arritur, pra në fakti që ju takoheni çdo ditë me pacientë të ndryshëm, sa e ka kuptuar në fakt pacienti shqiptar rëndësinë e fizioterapisë? Mendoj që kohët e fundit ka një pjesëmarrje, do thoja, ose një sensibilizim shumë të madh të pacientëve, duke qenë se janë parë, më shumë është rrethi shoqëror, ku kanë parë që një mik apo një shok është bërë mirë me fizioterapi dhe aty kanë kuptuar pastaj që fizioterapia bën mirë. Por gjithashtu edhe evente të tilla siç ishte kongresi apo konferenca
apo trajnime e tjerë, dalje televizive që kemi sot këtu, shikuesit apo pacientët që kanë nevojë për ne dëgjojnë dhe marrin pjesë më shumë edhe e njohin çfarë mund të bëjë fizioterapia. Që kemi një rritje në krahasim me çfarë ka qenë më para. Dhe po të krahasojmë diçka, ne jemi një profesion që në Shqipëri ligjërisht kemi rreth as 20 vjet nuk është bërë akoma, kështu që jemi mirë dhe si ta them shoqëria po sensibilizohet që duhet diçka e tillë, sidomos pas smundjeve serioze, siç mund të jetë goditja në tru, duhet patjetër. Kemi një sensibilizim, mund të themi. Po, a ka sensibilizim mjaftueshëm nga shteti për rritjen e numrit të fizioterapistëve në institucionet shëndetësore? Mendoj që ka deri diku, por prap do thoja që mund të bëhet më shumë. Do thoni si, ka një sensibilizim sa i përket institucioneve shtetërore, por sa këto institucione që na përfaqësojnë ne apo ne jemi të lidhur me ta, bëjnë të mundur që fizioterapia si profesion të ketë një edukim të vazhduar dhe fizioterapistët të trajnohen me studimet e reja apo me trajnimet e reja. Kjo vlen pak për të vënë në pikpyetje, sepse realisht ka shumë pak. Jo më larg si 6 muaj më parë kemi bërë një shkresë qendrës kombëtare të edukimit në vazhdim për edukimin në vazhdim të fizioterapisë dhe përgjigjja ishte që ju jeni vetmi profesion i shkencave mjekësore teknike që jeni pa një sistem të edukimit vazhduar, që është një gjë që duhet të rregullohet me patjetër. Pra, të shpresojmë që ndoshta në vitet në vijim do të ketë një reflektim edhe nga institucionet përkatëse. Ndërkohë, a duhet bëjmë akoma më shumë për rritjen profesionale të fizioterapistëve? Është një profesion që mund të bëjë mund të japi diagnostikim, mund të bëjë një vlerësim të pacientit, përveç saj duhet dhe trajtimi, duhet djeg në vazhdimsi, kështu që shkenca ecën përpara, shkenca e fizioterapisë ecën përpara dhe patjetër edhe profesionistët duhet të ecin përpara me gjetjet e reja. Dhe një formë detyruese apo shtyse duhet. Doktor, të falenderoj për kohën, faleminderit për mendimet që ndave në ekranin ton, të urojmë punë të mbarë. Faleminderit juve. Paçi sa më shumë arritje në punën tuaj. Faleminderit, punë të mbarë dhe juve, mirëpafshim. Faleminderit, ishte me ne një lidhje të drejtë për drejtë një tjetër fizioterapist, Andi Metasani, edhe ai pjesëmarrës në këtë konferencë të rëndësishme, ndam së bashku me doktorin mendime për sa i përket trajtimeve specifike dhe rasteve specifike që ai has në punën e tij. Nga kolegët tuaj në konferencë janë trajtuar tematika nga më të ndryshme dhe ne mësuam që kishte edhe tematika që kishin të bënin me paralizat në tru. A ka pasur tema specifike që ju i keni memorizuar, që janë shumë të rëndësishme, që dhe themi nga kolegët keni marrë diçka? Patjetër, një ndër temat më interesante ka qenë në ditën e parë të fizioterapisë, ku një profesori i huaj, Ralph Walter, ai ushtron profesionin e tij në Zvicër prej shumë vitesh. Ai kishte bërë lidhjen midis dhimbjes dhe jo dhimbjes që shkaktohet drejt për drejt nga një dëmtim muskular apo një dëmtim nervor, por dhimbjes që mund të shkaktohet për shkak të sistemit imunitar apo për shkak të sistemit endokrin, që të thotë për shkak të hormoneve. Dhe të referimi i tij ishte një studim shumë afatgjatë, që nuk ishte ndjekur vetëm nga profesor Ralfi, por dhe nga kolegë të tjerë fizioterapistë, edhe dilni në konkluzionin që dhimbja nuk duhet parë vetëm me anë, po themi, të përqendrohemi aty ku është, pra duhet të shikojmë, nëse një dhimbje kronike nuk është zgjidhur, po themi për një kohë 2 javore, 3 javore, nuk ka dhënë trupi ka reaguar, atëherë duhet të shkojmë te pjesa e analizave hormonale, te pjesa e analizave patjetër bakteriologjike, për shembull, le të themi një bakter stafilokokku ose helikobakteri dua të ndalem. Mund të shkaktojnë dhimbje? Mund të shkaktojë dhimbje qafe, mund të shkaktojë marrje mendsh, për shkak sepse sistemi imunitar është në luftë të vazhdueshme dhe shkakton një inflamacion. Ai inflamacioni jep dhimbje. Biles një rast që prezantoi profesor Ralfi ishte për shkak të një dhimbje që vinte nga një bakter në gjuhë, ishte 34-35 vjet personi, pra kishin bërë 2 operacione në gjuhë, kishin
riparuar meniskun, ligamentit dhe dhimbja prapë vazhdonte. Dhe problemi nuk ishte për shkak të problemit të operacionit apo fizioterapisë. Po të bakterit. Po ishte për shkak sepse atje ndodheshe një bakter dhe trupi mundoheshe ta luftonte gjatë gjithë kohës atë gjë. Dhe si përfundim, mjekët italian kishin arritur i kishin bërë protezë gjuri, ndërkohë dhe kur i bën protezë gjuri, nuk arritën ta kishin larguar dhimbjet për shkak të këtij problemi. Pra, kjo është një ndër, le të themi, format se si një fizioterapist duhet ta shikojë ose si një mjek duhet ta shikojë në kompleksitetin e dhimbjes. Një rast tjetër ishte një profesor i grek, Vasileos, ai prezantoi një punë e tij për matjen e fortësisë të muskulit quadriceps mbas ndërhyrjes të ligamentit kryqëzues, ACL. Pra, zakonisht ka pasur një literaturë që muskuli quadriceps matesh e manë të dorës. Pra në një formë subjektive. Por realisht nuk është forma më e mirë ajo të matë. Tani kanë dalë disa sensor të cilët i vendos te pjesa e komplet artikulacionit ose këmbës dhe me anë të një lëvizje që bën pacienti ti e kupton se si është realisht forca, duke e krahasuar gjithmonë me këmbën tjetër. Por ai kishte kapur dhe një temë tjetër interesante, të gjithë këto publikime që bëhen. A janë të vlefshme në punën tonë të përditshme? Dhe një studim dilte që jo. Shumë nga këto nuk mundet të na vlejnë. Disa nga këto. Flasa në praktike, në anën e formimit profesional, po, informacioni është i vlefshëm gjithmonë, por ne na duhet se si, pra pak a shumë si tema që kisha kapur, se si ne duhet ta rehabilitojmë këtë pacient. Për shembull, nëse ne punojmë me një pajisje, me lazer, në çfarë lloj frekuencë do punojmë, si do ta punojmë, pra duhet parë jo vetëm nga ana informacioni, pra studimet në këtë lloj forme, por duhet parë dhe nga ana praktike. Kjo është patjetër dhe profesorët e tjerë tuaj, kishim një profesor që është pjesë e konceptit Rigo. Rigo është një nga trajtimet më efikase të skoliozës, ku referoi studimet e tij. Kemi pasur profesor të tjerë që referuan në lidhje me dhimbjen e kokës dhe me migrenës dhe roli fizioterapisë. Pra ka qenë një konferencë mund të them shumë e nevojshme për të gjithë fizioterapistët që ishin pjesëmarrës. Shumë interesante, duke sikur çdo pacient është rast studimi më vete. Absolutisht. Cilën mund ta ndash me kolegët edhe të mësosh sigurisht, sepse çdo pacient edhe juve ju rrit profesionalisht. Mirë, ashtu sikur se anoncuam, do të kemi tani një lidhje të drejtë për drejtë. Kandidatin për titull doktor Endrit Mone, ai është jo vetëm pedagog, por shef i pavionit të fizioterapisë për sëmundjet e brendshme në QSUT. Doktor, mirëmbrëma, mirë se erdhe në ekranin ton. Përshëndetje, është kënaqësi. Faleminderit që gjetët kohën për të na u bashkuar e për të ndarë së bashku pikërisht atë ngjarje unë do ta konsideroj shumë të rëndësishme në fakt për fizioterapinë shqiptare, fakti që keni bërë bashk fizioterapist nga vendet të ndryshme të Europës, Shqipëria dhe Kosova në një konferencë 2 ditore në Tiranë, një konferencë ndërkombëtare që zhvillohet për herë të parë në Shqipëri. Cilat ishin kryesisht temat që u trajtuan në këtë konferencë? Se janë të rëndësishme konferencat kësaj natyre për fizioterapinë shqiptare? Atëherë, ndryshe nga organizimet e tjera që ka bërë shoqata e fizioterapistëve, këtë herë ishte një organizim shumë herë më i madh, me një honë akoma më të madhe, ku shumë fizioterapistë të njohur nga vende të ndryshme të Europës pranuan ftesën tonë që të ishin prezent. Dhe fal prezencës tyre, pjesëmarrja në publik ka qenë mjaft e gjerë nga fizioterapistë, jo vetëm shqiptar, por kanë qenë fizioterapistë edhe të huaj të cilët kanë marrë pjesë. Nga Greqia, nga Anglia, nga Suedia, ku takuam mjaft fizioterapistë të cilët kanë kolegë të tyre shqiptare dhe kanë shprehur interesin që të vinin bashkërisht me fizioterapistë shqiptar të merrnin pjesë të dëgjonin të tilla ligjërata. Si në konferencën, si në eventin që kemi bërë para 2 vitesh, tematika thelbësore e këtij organizimi ishte po e njëjta që ne të gjithë synojmë. Ngritjen e urdhrit të fizioterapistëve, sepse sot tek kësaj dite fizioterapistët nuk janë më siç ishin para disa vitesh,
kur numrat ishin të pakët, eksperienca e fizioterapistëve ishte e pakët, ndërsa sot çdo qendër shëndetësore, të paktën për kryeqytetin, por edhe në qytete të tjera në dijenin time, është prezent fizioterapisti, në çdo spital është prezent fizioterapisti, kështu që pjesa e fizioterapisë bëhet gjithkohës një ndër hallkat kryesore në mirëqenien e pacientëve, por edhe si shtyllë kryesore në fazën në pjesën e rehabilitimit. Dhe këto bashkë me presidenten e Urdhrit të Fizioterapistëve të Europës ishin disa nga pikat të cilat neve na shtyn gjithmonë më tepër që të bëjmë organizime akoma më të bukura. Pjesëmarrësit ndan temat e tyre, përsa i përket dhimbjes, rehabilitimit të shpatullës, deformimeve të kolonës, ku tashmë fizioterapistët marrin pjesë në kërkimet shkencore, janë pjesë e një ekipi multidisiplinar për të nxjerrë kërkime dhe për të nxjerrë evidence-based për çfarë do lloj protokolle rehabilitimi. Kështu që besoj se ishte një ndër organizimet më të realizuara që kemi bërë deri më sot dhe shpresojmë që gjithmonë ta kalojmë veten. Atyre që ju përmendët pak më parë që natyrisht konsiderojnë dhe një lloj shqetësimi përsa i përket fizioterapistëve në Shqipëri. Pra, urdhri i fizioterapistëve apo edhe shtimi i domosdoshëm i numrit të tyre, jo vetëm në Tiranë, po edhe në rrethe. Ndoshta jo vetëm në spitale, po edhe në përqendrat shëndetësore, aty ku pacienti për herë parë përballet me problematikën e vet, e ku e transmeton te mjeku i familjes. Cilat janë të tjera probleme, shqetësime që i shqetësojnë sot fizioterapistët në Shqipëri? Ngritja e urdhrit të fizioterapistëve nuk është një kërkesë e jona, por është në radhë parë për të mbrojtur pacientin, ai i cili është në fokus. Sepse duhen bërë protokollet standardizuara, duhet kemi një kosto duke ardhur në ndihmë pacientit për çfarë do lloj gjëje. Sot është një treg i lirë. Patjetër dhe gjithë secili mund të vendosi mënyrën e trajtimit ashtu siç duhet. Fatmirësisht apo fatkeqësisht këtë gjë nuk mund ta them tani, nëse fakti që çdo fizioterapist pasi del nga bankat e shkollës bën stazhin e praktikës profesionale dhe krijon eksperiencën e vetë, është i lirë që të hapi klinikën e tij. Por ndërkohë që ka nevojë për një ent të cilit të jetë shumë herë më kontrollues ndaj çdo fizioterapisti, ndaj çdo klinike, sepse kemi të bëjmë me shëndetin e pacientëve dhe në momentin që njëri nga kolegët mund të gabojë ose nuk mund të hezë terapia ashtu siç duhet, patjetër që goditet e gjithë figura e fizioterapistit. Kështu që prandaj mendoj që sot është më se domosdoshme, pavarësisht hapave që ka bërë Shqipëria për ditës për hyrje në Bashkimin Evropian, është një ndër kërkesat të cilët duhet mbrojtur pacientin në të gjitha drejtimet nga ana shëndetësore dhe kjo është një ndër pikat kryesore të cilat ne duhet luftojmë edhe të mbrojmë pacientin. Janë bërë politika mjaftueshëm të mira, sepse siç thash në kryeqytet të paktën në pothuajse çdo qendër shëndetësore tashmë mbulohet me fizioterapistët dhe çdo spital ka mbi 15-20 fizioterapistë ku mbulon të gjitha pavionet, edhe kjo gjë po shtrihet edhe në qytete të tjera. Kështu që thash, epiqendra kryesore është mbrojtja e pacientit dhe vendosja e disa rregullave bazë. Sot ne jemi me bashkërisht me urdhrin e infermierit, i cili ka bërë mjaftueshëm, por ka disa disiplina brenda në të. Dhe normalisht fizioterapistët sot çdo vit po shtohet numri, pothuajse çdo qytet tashmë është me një fakultet në vete dhe numri i fizioterapistëve, unë jam brezi i parë fizioterapistëve në shtet. Dhe ne kemi dalë 25 veta. Sot në çdo auditore gjen me 50 veta e sipër, ndryshe me 2-3 paralele. Kështu që imagjinohet që në çdo qytet në shumicën e qyteteve ka nga një fakultet, ka nga një universitet fizioterapie dhe numri është gjithkohon në rritje. Kështu që mendoj se ka ardhur momenti që ne të përfaqësohemi ashtu siç duhet, kemi një identitet dhe mbi të gjitha të bëjmë politika për të mbrojtur konsumatorin, i cili në këtë rast është pacienti, shëndeti i tij. Doktor, nga kontaktet e vazhdueshme që ju kemi ne fizioterapistë të rinj të cilët përpiqen të rriten profesionalisht? Le të themi që është kolegët si Romeo dhe Andi apo të tjerë të cilët marrin iniciativa për të sjellë mjaftueshëm trajnime të cilat i gjen në çdo vend të botës. Dhe sot në Shqipëri kryen trajnime të cilat
ti gjen studentë që vinë edhe nga jashtë, vinë nga Greqia, vinë nga Italia, vinë nga Spanja, kanë ardhur nga Emiratet e Bashkuara. Në momentin që në Shqipëri organizohet një trajnim mjaftueshëm i rëndësishëm, ne jemi bashkë me fizioterapistët e tjerë në të çdo vend të botës, të cilët trajnohemi dhe e ngrem nivelin e profesionit çdo ditë më përpara, çdo ditë më sipër. Më përpara brezi im edhe brezët pas meje kanë pas të vështirë, nuk e kanë pas të luks që të trajtoheshin në Shqipëri, por ishin detyruar të shkonin jashtë. Kështu që unë besoj se sot e kësaj dite ne i arrim gjitha kushtet që fizioterapistët kenë një nivel shumë herë më të lartë dhe jemi shumë herë më të respektuar se në vitin më përpara edhe nga mjekët, të cilët kemi shkalla tjetër të cilët ne bashkëpunojmë. Çdo profesion, çdo specialitet i mjekësisë tashmë e kërkon fizioterapistin si një bashkëpunëtor të ngushtë. Kështu që në çdo deg, në çdo specialitet ne jemi aty për të dhënë ndihmën tonë, qoftë edhe nga ana e këshillave, qoftë digjet plastike, qoftë në rastet e ginekologjisë pre ose post lindje, jemi aty nuk po flas për ortopedinë dhe neurologjinë dhe neurokirurgjinë, të cilët është një ndër hallkat kryesore pjesë e riabilitimit, por në çdo fushë të mjekësisë, kirurgjia e përgjithshme, gastro, siç thash, digjet plastike, urologjia, sëmundjet e brendshme, infektivi, që ne kemi parë sa rëndësishme ka qenë fizioterapisti post-Covid. Kështu që unë nuk di një specialitet të mjekësisë sot të cilët nuk e ka të nevojshme fazën e rehabilitimit mrapa. Të thash, qoftë edhe me pjesën e këshillave, fizioterapisti është një figurë kryesore për të ndihmuar pacientin, për të ngritur shtratin, për të përgatitur për operacionin preoperator, për të kuptuar se si do vijojë më pas ecuria e tij. Kështu që në çdo specialitet tashmë ne gjendemi pranë pacientit. Të falenderoj shumë doktor, të uroj punë të mbarë në vim. Faleminderit për çdo gjë që ndave për Ishte kënaqësi për temën që zhvilluat edhe shpresoj të dëgjojmë përsëri. Gjithë të mirat. Faleminderit, jeni mirëpritur. Kishim një lidhje të drejtë për drejtë Endrit Monen, doktor, shefi i pavionit të fizioterapisë për sëmundjet e brendshme në QSUT, në të njëjtën kohë pedagog dhe pjesëmarrës në këtë konferencë të rëndësishme. Sigurisht që përveç këtyre temave interesante në 2 ditë që ndatë me njëri tjetrin, natyrisht që diskutimet besoj u përqendruan edhe tek arritjet, sukseset, shpeshherë dhe dështimet që ka fizioterapia në Shqipëri. Më bëri shumë përshtypje fakti që Kosova, një vend i vogël, fqinj, ka mundur të ketë dhomën e vet, ose siç e quajnë ata, odën e fizioterapistëve. Ne në Shqipëri ende nuk e kemi të konsoliduar. Është më së vërtetë dhe kjo është një problem jo vetëm për fizioterapistin, por është edhe për pacientin. Pacienti nëse nuk ka njohur të fizioterapie, nuk ka si të jetë i mbrojtur. Realisht pavarësisht se ne përfaqësohemi nga urdhri i infermierit tani, po pa prekur as një profesion tjetër, do thoja nuk është se kemi gjëra të përbashkëta me urdhrin e infermierit dhe profesor Ester Meri, e cila është edhe presidentja e fizioterapisëve për Europën, rajonin europian, e theksoi dhe tha që Shqipëria është i vetmi vend në të cilën nuk ka një urdhër fizioterapie. Pra, që këtu mund të lindin disa probleme. Pavarësisht se një fizioterapist mbasi mbaron studimet, ka një, le të them, kalvar pak të gjatë deri në momentin që do punësohet në shtet, në spital apo në një qendër shëndetësore, apo do hap klinikën e vet. Por përveç kësaj, një fizioterapist është në proces të vazhduar studimi gjatë gjithë kohës. Aq më tepër që ne fizioterapistë momentalisht, pavarësisht se shoqata ka organizuar një kongres të këtij niveli ku të gjithë ishin të surprizuar nga niveli i pjesëmarrësve. Problemi është që ne ato nuk na njihen kreditet, le të themi. Deri më sot është i vetmi profesion i cili nuk është i unifikuar. Pra studimet të cilat bëhen dhe pjesëmarrësit që janë atje duhet të kenë konsiderojnë rritje profesionale, pa diskutim për gjithë fizioterapistët, se nuk është dhe kaq e lehtë në fund të fundit të bëhesh bashk, edhe të ndash përvoja të tilla. Unë dua të përmend pak këtu profesorin e asociuar doktor Bekim Haxhiun, profesor dhe përfaqësuesi i odës të Kosovës. Ai kishte një nga temat
më interesante, mund të them, që referoj te kongresi, ku fliste mbi rolin e fizioterapistit në jetën e pacientit dhe nga ana profesionale se si duhet të shikohet një fizioterapist. Kosova e ka urdhrin, siç e theksua dhe ju, odën e tyre, dhe patjetër që e kanë të unifikuar profesioni, por ata gjithmonë kërkojnë edhe të jenë më të zhvillohen, pra në profesionin e tyre. Kështu që profesor Bekimi tregoi një rast shumë interesant, tha atëre në një fizioterapist kur studion e ka bachelor plus master, 3+2, kurse profesor Bekimi tha pse mos jetë 4 vjet ose 5 vjet një program i integruar. Çfarë pengon që një fizioterapist mos jetë në këtë formë, sepse ka fizioterapist klinicist të cilët diagnostikojnë një dhimbje, ose ka fizioterapist të cilët janë gjatë gjithë kohës në fushat sportive, ose në basketbol, ose në sportet e tjera. Pra praktikisht një fizioterapist i gjen qasje, le të themi, në të gjitha sëmundjet. Dhe kjo ka qenë një ndër temat që ata duan të zhvillojnë në odën e tyre, pra të ndryshojnë në këtë proces, le të themi, arsimor. Statistikat tregojnë dhe është shumë e rëndësishme theksohet që Tirana paka shumë ka një numër të konsiderueshëm fizioterapistësh, duke patur parasysh që tashmë prej 2 dekadash është një deg e kërkuar nga të rinjtë, e përqafuar nga të rinjtë, po jo vetëm, dhe natyrisht aty kemi dhe përqendrimin më të madh të këtyre profesionistëve. Po çfarë ndodh në rrethe? Nga diskutimet që keni me kolegët, a kemi ne mjaftueshëm fizioterapist në rrethe? Jo, mund të them që nuk kemi mjaftueshëm. Numri pacientëve është në rritje, për shkak ndoshta të sensibilizimit që kanë pacientët, për shkak të referimeve ose detyrimi, doja të thoya, që një pacient, le të themi, mbasi operacionit të gjurit ose një patologji një diskale, është i detyruar të shkojë në fizioterapisti, sepse nuk ka gjetur zgjidhje me anë të, le të themi, trajtimi medikamentos apo një lloj trajtimi tjetër, ose një ndërhyrje kirurgjikale. Kështu që numri fizioterapistëve është i ulët në rrethe. Por në të njëjtën kohë do thoja që duhet edhe nga ana e institucioneve shtetërore, duhet të rritet numri në spitalet rajonale. Le të themi, në spitalin Nën Tereza në Tiranë ka për çdo pavion ka fizioterapist. Jo një, janë disa. Ati ku ka më shumë nevojë, patjetër që ka më shumë, në pavionin neurologjisë, neurokirurgjisë, sëmundjeve të brendshme, ortopedisë, apo dhe e pjesa e rehabilitimit, ku është patjetër një numër akoma më i madh. Kurse në spitalet rajonale është më i vogël. Tani, kohët e fundit, le të themi 2 vitet e fundit, ka filluar që në Tiranë pothuajse të gjitha qendrat shëndetësore kanë nga 1 ose 2 ose edhe më shumë fizioterapistë. Kjo varet nga numri pacientëve që ka. Patjetër, nga numri pacientëve që qendra shëndetësore do filloj, do funksionoj dhe të rrethet. Pra duhet të funksionoj dhe të rrethet. Duhet të funksionoj normalisht, po do vi një moment për shkak të detyrimit, mund të them, që sepse pacienti nuk ka arsye pse të vi dhe të shpenzojë në një klinikë private të marrë atë lloj trajtimi, ndërkohë që mund ta ketë në qendër shëndetësore atë trajtim. Po nga mungesa e tyre në këto qendra është i detyruar të drejtohet dhe klinikave private. Pa diskutim, sepse kërkon rehabilitim me njëherë pas një ndërhyrje kirurgjikale apo pas orientimit që mjeku i disiplinës përkatëse i drejton. Dhe në fakt, kjo është tashmë e shpeshtë që pasi përfundon mjekimin ose trajtimin me një mjek, ata më njëherë drejtojnë tek fizioterapisti, sepse absolutisht. Po thuaj se për gjitha sëmundjet ne kemi nevojë për rehabilitimin tek fizioterapisti. Mirë, ne do ta ndërpresim për pak momente tani bisedën në studio, sepse kemi një lidhje të drejtë për drejtë, një tjetër mjek, një tjetër fizioterapist që i është bashkuar konferencës së 5 internacionale të fizioterapisë, ashtu sikurse e theksuan në minutat e para të këtij emisioni, një konferencë e cila është zhvilluar për herë të parë në Shqipëri,
dhe ku janë bashkuar, janë bërë pjesë e kësaj konference jo vetëm fizioterapist nga Shqipëria dhe Kosova, por edhe nga vendet të tjera të Europës. Kam kënaqësinë tani të kem një lidhje të drejtë për drejtë, duket edhe nga vendi i tij punës, nga klinika e tij, mjekun Romeo Llaha. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që gjetët kohën, e shohim që jeni në vendin tuaj të punës edhe do të na duhet ju ndërpresim për pak momente për të ndarë së bashku me teleshikuesit e Radio Televizionit Publik Shqiptar pikërisht atë çka u diskutua në këtë konferencë. Fillimisht dua t'ju përgëzoj për pjesëmarrjen tuaj, por gjithashtu kam dhe kuriozitetin të pyes sa e rëndësishme është për një mjek, për një fizioterapist të ri relativisht në moshë siç jeni ju, për të ndarë eksperienca me kolegë nga vendet të tjera të Europës. Atëherë, ky kongres ishte hera parë që ndodhi në Shqipëri në përmasa kaq të mëdha, pra në përmasa ndërkombëtare, edhe gjithë fizioterapistët vendas, pasi sa i përket kishim fizioterapistë nga Shqipëria, nga trevat shqiptar, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malizi, po jo vetëm, shqipfolës kanë përfituar sa i përket eksperiencën e profesorave që erdhen, ligjeruan dhe ndanë eksperiencat e tyre duke dhënë statistika shkencore, por edhe connections që arritën me profesorat, lidhjet që ata ndajnë eksperiencat jo vetëm për një ditë, për 2 ditë sa zgjati kongresi, por i ka marrë kontaktet dhe ndajnë eksperiencat në vazhdimsi. Kjo është diçka unike që nuk është që ta mundson shumë kolegë, shumë profesorë që ata ruajnë kontaktet dhe të ndihmojnë sa i përket në praktikën e tyre ditore, në përditshmërinë e tyre klinike. Kjo ishte një diamant që është fituar gjatë kongresit. Dyti, në kongres është folur nga 6 mësues profesor të huaj nga vendet e ndryshme të Europës, ku të gjithë kishin po një konkluzion sa i përket menaxhimit të pacientit dhe jo duke trajtuar si patologji, por duke u bazuar në arsyetimin klinik edhe ta trajtojnë pacientin si individ për nevojat që pacienti ka dëshirë për të trajtuar. Doktor, më ka bërë përshtypja kur kam parë programin, në fakt, ju keni referuar me një kumtes shumë interesante që ka të bëjë kryesisht me pacient që ju i keni konstatuar gjatë punës suaj të përditshme që kanë bëjnë me dhimbjet në pjesën e qafës. Tani unë do të përpiqem ta lexoj, po nëse gaboj me terminologjinë do më korrigjoni, efektiviteti i konceptit mulligant e pacientët me dhimbje në qafë. Po, sa i përket terapia manuale koncepti Mulligan, bashkë me disa kolegë në Shqipëri jemi të certifikuar ndërkombëtarisht për këtë koncept. Kemi kaluar provimet në nivel ndërkombëtar. Dhe mu them ka qenë një nga provimet më të vështira që kemi kaluar, pasi niveli është shumë i lartë në nivel ndërkombëtar që ne të arrijmë kalojmë provimin. Nuk ka të bëjë vetëm koncepti, thjesht Mulligan, terapia manuale Mulligan është një filozofi vete që ka prejardhje në Zelanda e Re në vitet 80, por dhe gjithë konceptet e tjera të terapisë manuale gjithë kanë një konkluzion. Menaxhimi i pacientit nuk ka rëndësi teknika që mund të përdoret, por ka rëndësi arsyetimi klinik sa i përket të dhimbja qafës, edhe kur flasim për dhimbjen, dhimbja është komplekse edhe nuk varet nga një faktor, varet nga shumë faktorë të tjerë, duke marrë parasysh aspektin biopsikosocial, duke marrë parasysh jo vetëm sistemin neuromuskuloskeletal, por edhe sistemin NEI që i përket psycho-neuroendocrine immunology system. Pra, jo vetëm nuk duhet bazohemi në një sistem, por duhet bazohemi te gjithë sistemi i organizmit tonë, që të bëjmë në fund një lidhje që ndoshta mund të jetë prejardhje dhimbjes, por në shumicën e rasteve dhimbja, nëse 5% të dhimbjes është jo specifike, që tregon nuk ka një shkak kryesor të dhimbjes, edhe moment që ne dim që është dhimbje specifike që përbën vetëm 5% të rasteve, e dim që mund të jetë nga një frakturë, nga sëmundje, siç është kanceri dhe shumë të tjera, por janë shumë raste të ralla. Pra, në 100 pacient mund të jenë 5 pacient që mund ta kenë dhimbje specifike dhe ata që kanë specifike janë me kundërindikacion. Pra, duhet të shohin një mjek specialist dhe jo fizioterapistit drejt për drejt. Hasni shpesh në të përditshme tuaj pacient me këtë lloj dhimbjesh, doktor, dhe sa
100% e shërueshme plotësisht është dhimbja e qafës, që në fakt të gjithë në përditshmën tonë të paktën një herë jemi ankuar për një dhimbje të tillë. Po, është e vërtet. Studimet tregojnë që 85% të njerëzve në gjithë botën një herë në jetën e tyre do përjetojnë një dhimbje. Por si thamë, ideja të dhimbja është që neve duhet të kemi një arsyetim dhe një mendim kritik se si mundemi ta menaxhojmë. Rastet janë pafund në klinikën tonë përditshme me dhimbjet e qafës, por siç ju thash, duhet të kuptojmë se çfarë ka nevojë pacienti për të trajtuar. Se ndoshta ajo dhimbja thjesht mund të jetë një akumulim nga stresi i madh që mund të ketë pacienti. Edhe neve mund të përdorim modalitetet tona, mund të përdorim shumë teknika manuale, por do jenë afat shkurtra. Ato se çfarë neve do na bëjnë rezultatin afat gjatë është menaxhimi i pacientit edhe duke ekspozuar avash në aktivitet fizik. Pasi shumica e pacientëve kanë një jetë shëndetare, një jetë shumë të madhe shëndetare, niveli i aktivitetit të tyre është pothuajse zero, edhe stresi është në nivele goxha të larta. Edhe në këto lloj pacientësh, nëse punojmë manualisht, thjesht ndoshta them, mundemi t'i qetësojmë, mundemi t'i bëjmë që të ndihen mirë, por ama s'do jenë mirë në afat gjatë. Doktor Romeo, duke patur parasysh që numri i pacientëve të cilët kërkojnë vazhdimisht trajtim fizioterapik është shtuar, ndjeshëm dhe është kthyer tashmë dhe në një kulturë për gjithsecili nga ne, a mendoni që ka ardhur koha që numri i fizioterapistëve të shtohet, duke filluar nga qendra shëndetësore e deri në spitalet rajonale më gjerë? Në djenimin time, ka tani po hapen shumë pozicione vakante në shtet për fizioterapistët të qendrat shëndetësore. Nëse fillim qendrat shëndetësore kanë 3 fizioterapistë për turn, tani nga një informacion që ka marrë do shtojnë goxha, do dyfishohen numrit për qendrat shëndetësore dhe të gjithë spitalet rajonale. Do shtohet numri i fizioterapistëve nga kërkesat e mëdha që ka. Por siç e shihni dhe dita ditës, klinikat private të fizioterapistëve shtohen. Kjo është diçka pozitive, do thoja, në profesion, sepse të gjithë fiziot që marrin atë iniciativën që tapin klinikën e tyre private, janë pa ata fizioterapistët kolegët të cilët investojnë në të ardhmen e tyre nëpërmjet trajnimeve cilësore ndërkombëtare post-universitare. Për të rritur profesionalisht. Po, në Shqipëri ditët e sotme ka trajnime të nivelit shumë të lartë, trajnime të cilët zhvillohen në Australi edhe në pjesën e Europës perëndimore, sfundmi na kanë ardhur në Shqipëri shumë nivele dhe shumë cilësi lartë i trajnimeve dhe shumë kolegë vinë dhe trajnohen. Kjo është diçka pozitive. Dhe kjo tregon që ardhmja e fizioterapistëve në Shqipëri është e drejtshme, do ketë të ardhmë të mirë, pasi janë vetë kolegët që duan të zhvillohen më shumë nga ana klinike. Dhe të shpresojmë që edhe institucionet të reflektojnë në mënyrë që shumë shpejt të keni dhe ju, pra gjithë fizioterapistët në Shqipëri, dhomën e fizioterapistëve, ashtu sikurse e ka Kosova. Ka bërë shumë përshtypje kur kam marrë informacionin që dhe në Kosovë kemi odën e fizioterapistëve, ndërsa në Shqipëri ende ajo nuk është e konsoliduar. Po të shpresojmë që konferencat të tilla do të ndihmojnë për një reflektim edhe tek institucionet përkatëse. Kjo është çështje politike, por mund të them që te ky kongresi kishim vetë kryetaren europiane, zonjën Ester, nga Irlanda, e cila është kryetaria e regionit europian nga Konfederata Botërore e Fizioterapisë, e kishin pranishëm të kongresi, edhe vetë ajo pa realitetin se çfarë ndodh në Shqipëri në ana politike dhe ligjet që kanë për fizioterapistët, edhe ngeli shumë e dëshpëruar, por nga ana tjetër pa mënyrën se si ne punojmë të shoqata fizioterapistëve, gjithë organizimin që bëjmë mundojmë sjellim nivelin e lartë të profesorave por kongreset, niveli i lartë i cilësisë edukimit që ata sollen në Shqipëri, kjo është një shpresë që Shqipërinë e vendos krah e vendeve europiane. Por do lobojmë dhe kemi edhe ndihmën europianes, pra jo vetëm të Esterit që si kryetare e Europës, por kemi edhe shumë të urdhrave të fizioterapistëve nga Europa. Sfundmi kemi marrë shumë video sensibilizues edhe që do na përkrajnë gjatë këtij udhëtimit që të krijohet më në fund urdhri fizioterapistëve të Shqipërisë, nga Portugalia, Zvicra, Spanja, Italia, Greqia edhe shumë vende të tjera. Atëherë, doktor Romeo,
Të falenderoj shumë për kohën që na kushtove, për gjithçka ndave me ne. Të uroj punë të mbarë në vijim. Gjithë e mirë dhe juve, faleminderit. Faleminderit. Kishim një lidhje të drejtë për drejtë fizioterapistin Romeo Llaha, pjesëmarrës edhe ai në një konferencë shumë të rëndësishme që ka bërë bashkë fizioterapistë nga vende të ndryshme të Europës, nga Shqipëria dhe Kosova. Ne do të vjojmë bisedën në studio. Kemi shpresë që të unifikohet profesioni fizioterapistit deri në vitin 2036, ka qenë një objektiv në fakt i kësaj konference? Jo deri në vitin 2036, do thëja edhe më shpejt sepse për shkak të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, një ndër kushtet kryesore është unifikimi i profesioneve për të antarësuar. Dhe mes tyre dhe ai fizioterapistit. Absolutisht, jemi vetëm vend që nuk kemi urdhrin ton. Kështu që është diçka që duhet të bëhet sa më shpejt. Madje profesore Ester tha që ndoshta dhe mbas 4-5 vitesh mund të organizojmë dhe kongresin botror të fizioterapisë në Shqipëri. Në Shqipëri. Por sigurisht na duhet dhe urdhri. Në fakt e përmendëm disa herë, po pse është për ta kuptuar edhe për gjithë teleshikuesit, pse është kaq e rëndësishme për ju, po dhe për të gjithë ne, si pacient, ndikimi i legjislacionit në zhvillimin e fizioterapisë. Pra ky legjislacion, rregullimi i tij, pse është kaq i rëndësishëm në zhvillimin e fizioterapisë në përgjithësi? Pra, siç thamë, sipas gjykimit tim, apo dhe asaj të punës të përditshme që unë prek çdo ditë me pacientët e mi, një fizioterapist unë mendoj që nuk mundet të bëj dhe një rehabilitim ortopedik, dhe një rehabilitim neurologjik, apo dhe një rehabilitim në sëmundjet e brendshme. Pra deri më sot një fizioterapist i kryen të gjitha këto. Me anë të urdhrit ne do ta diferencojmë këtë gjë. Pra do të thotë që një fizioterapist do merret me fushat sportive, një do merret me pjesën e rehabilitimit ortopedik. Pra të jetë i specializuar. Të jetë i specializuar diku, një ndër këto gjë. Atëherë ne pacienti nuk e njeh sa i kualifikuar është ky fizioterapist. Pra vlen për sëmundjen që un kam të më rehabilitoj ky fizioterapist apo duhet të shkoj një fizioterapist tjetër. E kuptoj. Pra kjo është një ndër gjërat më të prekshme dhe mendoj që i vlen më tepër pacientit. Shumë e rëndësishme. Ndërkohë dua të përmend këtu dhe profesor doktor Faton Daci është presidenti i shoqatës së fizioterapistëve të Shqipërisë. Ai është një ndër themeluesit. Pothuajse çdo vit konferenca kombëtare. Jo çdo vit, ndoshta një në 2 vite. Një në 2 vite. Ai bashkë me profesor Erionin i Lukun janë 2 ndër themeluesit e shoqatës të fizioterapistëve në Shqipëri dhe kanë bërë një punë, dua të them, fantastike në organizimin e shoqatës. Një tjetër pjesëmarrës i kësaj konference do të na bashkohet në bisedën tonë në studio. Jemi përpjekur të përzgjedhim sepse në fakt numri i pjesëmarrësve ka qenë shumë i madh në këtë konferencë ndërkombëtare. Një tjetër fizioterapist do të na bashkohet për të ndarë mendimet për sa i përket jo vetëm kësaj konference, por edhe për rolin e fizioterapisë në Shqipëri. Elsit Sulaj. Mirëmbrëma, doktor. Mirëmbrëma. Faleminderit që gjetët kohën edhe që na u bashkuat në këtë bisedë që ja kemi dedikuar në fakt jo vetëm kësaj konference, po edhe rolit të rëndësishëm që ka fizioterapia në përmirësimin e shëndetit dhe cilësisë së jetës së pacientëve në Shqipëri. Sa e rëndësishme ishte në fakt për fizioterapistët shqiptar organizimi një konference të tillë në Shqipëri, në këtë vend të vogël. Faleminderit për ftesën edhe për rolin e kontributin që keni për zhvillimin e këtyre emisioneve, kushtuar fushës së shëndetësisë dhe konkretisht pjesës së fizioterapisë me zhvillimet përkatëse që po merret dita ditës. Si mendoni, sa të rëndësishme janë shkëmbime të tilla përvojash me kolegët tuaj nga vende të ndryshme të Europës? Atëherë, përsa i përket pyetjes apo zhvillimit të kongresit dhe rolit që ka, ka një feedback shumë pozitiv, ka të bëjë me zhvillimin profesional të çdo fizioterapisti, qoftë me të rejat më të fundit nga ana shkencore, me evidencat bazë, me trajnimet që ndodhin në fushën e fizioterapisë, dhe marrja eksperiencave apo shkëmbimi eksperiencave me profesionistë të tjerë në fusha të ndryshme, sepse fizioterapia ndahet në disa fusha, ka një rol të jashtëzakonshëm. Çdo pjesëmarrës mëson, shkëmben informacione, bën diskutime të ndryshme dhe të gjitha këto ndikojnë
në zhvillimin më të mirë profesional, por nga ana tjetër krijohet edhe një network me profesionistë të ndryshëm, i cili është i vazhdueshëm. Pra fillon në kongres dhe më pas vendosen disa kontakte, mbahet një marrëdhënie me profesionistët e tjerë dhe aty diskutohet për evente të tjera të rëndësishme edhe për zhvillimet e mëtejshme që ka fusha jonë e riabilitimit. Doktor, ndoshta është pak e vështirë sepse numri i referuesve ka qenë i konsiderueshëm në 2 ditë të zhvillimit të kësaj konference, po ju ka ngelur diçka në mendje përsa i përket tematikave që janë trajtuar, pra ndoshta diçka specifike nga kolegët tuaj nga Kosova, apo pse jo edhe nga kolegët e tjerë që vinin nga vende të ndryshme të Europës? Lem për të përmendur fakti që mënyra organizimit të kongresit përsa i përket pjesës së tematikave apo diskutimeve në fusha të ndryshme, ishte organizuar më së miri. Kjo për fakti sepse ditën e parë referuesit ishin ndërkombëtar, pra referohej për çështje të ndryshme që flitej për zbulimet më të reja le të themi në fushën tonë. Pjesa e dytë ishte me tematika shkencore, të cilat flisnin për fushat e riabilitimit, për studimet e realizuara me pacient konkret dhe nga kjo gjë të gjithë studentët apo profesionistët që kishin nevojë ndiqnin dhe merrnin më të mirën e mundshme. Në kongres ja vleti le të themi pjesa e prezantimeve për faktin sepse mbuloheshin të gjitha shumica e fushave kryesore. Pra më konkretisht, po themi kishte tema që flitej nga pjesa e riabilitimit në ortopedi, kishte tematika që flisin për sportin, tema që flisin për dhimbjet e kokës, dhimbjet e mezit e më radhë. Pra, kishte një larmishmëri tematikash. Doktor, çfarë ju bashkon dhe çfarë ju ndan me kolegët tuaj europian? Pse jo edhe në aspektin ligjor? Në bashkon dëshira për të qenë në një vazhdim të formur, domethënë për një formim të vazhdueshëm profesional. Që do të thotë çdo fizioterapist në Republikën e Shqipërisë ka dëshirën të jetë sa më i informuar në lidhje me të rejat e fundit në fushën e riabilitimit dhe kjo gjë nga ana tjetër është dhe domosdoshmëri nga pjesa ligjore, që do thotë gjithë pjesa e teknikëve mjekësore kanë për detyrim që duhet të ndjekin konferenca, kongrese, seminare që të jenë të updateuar me zhvillimet që ka fusha. Fatkeqësisht, në vendin tonë akoma nuk ekziston urdhri fizioterapistit, që do mundsonte këtë proces, pra ne jemi në urdhrin e infermierit dhe nuk e kemi pjesën e akreditimit, pra të krediteve. Kjo është ajo që na ndan nga profesionistët e tjerë europianë. A e kemi ne sot pacientin shqiptar të ndërgjegjësuar për rolin që ka fizioterapisti në jetën e tij, në shëndetin e tij, në rritjen e cilësisë së shëndetit të tij? Për sa i përket Tiranës, do thoja që ndërgjegjësimi ka ardhur ka ardhur si pasojë një procesi të vazhdueshëm dhe tani është në nivelet e duhura, mund të bëj akoma më shumë, por pacienti është i ndërgjegjshëm në lidhje me rolin që ka fizioterapia, me feedbackun që merr dhe me diferencimin apo deri diku të jetë në gjendje që të kuptojë nëse një fizioterapist e punon mirë sipas teknikave dhe protokolleve që duhen apo është duke manipuluar apo abuzuar në ndjekjen e një terapie jo shumë profesionale. Për sa i përket, po themi pastaj qyteteve të tjera, është një proces i vazhdueshëm që kërkon kohë, kërkon një numër më të madh fizioterapistësh, pasi për shembull Tirana ka shumë fizioterapistë tani klinikat janë pothuajse gjenden në gjitha lagjet. Dhe kjo ka bërë të mundur që pacienti të informohet, të jetë i ndërgjegjshëm. Por mbi të gjithë ai në momentin që realizon një protokoll të mirësive nga ana shkencore, ka një feedback, pra e ndjen direkt ato gjithë pjesën e terapisë që është bërë dhe mënyrën se si do ndihet në fund saj. Dhe besoj rritja e numrit do të kërkoj pastaj edhe rritjen e profesionistëve. Dal nga dal tregu fizioterapistët do të kërkoj edhe rritjen profesionale të tyre. Absolutisht po. Procesi është në mënyrë të vazhdueshme
fillon, po themi që me rritjen e numrit të studentëve, me daljen e tyre si profesionistë, ata aplikojnë, ndjekin pjesën e formimit profesional apo organizimit të improvimit që është për marrjen e licencës dhe pastaj aty fillon profesioni nga fillimi. Çdo fizioterapist, çdo profesionist duhet të jetë në mënyrë të vazhdueshme në ndjekjen e teknikave bashkëkohore apo fizioterapist moderne, që le të themi tani kryesisht ka të bëjë me pjesën e terapisë manuale. Pra, sa më shumë evolon shkenca, ashtu evolon dhe rehabilitimi. Faleminderit shumë, doktor Elsajdi. Më vjen mirë që ju shohën vendin tuaj të punës në një klinikë që dhe vizualisht vërtet të kënaq syrin. Të uroj punë të mbarë. Faleminderit dhe ju për ftesën. Ju uroj shumë sukses në punën tuaj. Geralt, vazhdimisht edhe me kolegët e Departamentit të Informacionit ju keni ndarë me publikun nëpërmjet intervistave të ndryshme problematikat që hasni në punën tuaj të përditshme. Keni prekur aty problematikat kryesisht edhe me të vegjëlit, po edhe me të rriturit. Cilat janë rastet që janë shtuar kohët e fundit në punën tuaj të përditshme? Kryesisht ku? Problemet cervikale, pra të qafës. Të qafës. Të qafës, për shkak të zhvillimit të teknologjisë, për shkak të profesioneve, që tashmë disa profesione rinë ullur, ose mund të rinë gjatë në këmbë, ose një posture jo të mirë që ka pasur pacienti më përpara, numri është i shtuar. Por që ndodh, një problem cervikal mund të jetë shumë shqetësues për pacientin. Pra duke filluar që nga dhimbja, marrje mendsh, ose ndjesit të tjera që mund të përjetoj pacienti, kështu që problemi tjetër është që nuk vinë në kohën e dur. Atëherë kur ka agravuar situata, dhe ai pacient kërkon një rehabilitim afatgjatë. Dua të ndalem dhe tek pjesa e fëmijëve, fjala skoliozë ose kifoz përmendet shpesh, por për shkak të sensibilizimit të prindërve, sot ne po i diagnostikojmë në kohë skoliozat dhe po i trajtojmë në mënyrën sipas standardeve që trajtojnë në të gjithë botën. Është një nga temat që ishte trajtuar dhe në konferencë, pikërisht edukimi në fakt fillon nga ne prindrit, për të kuptuar se sa e rëndësishëm është që t'i trajtojmë fëmijët në kohën e dur, t'i çojmë tek fizioterapisti në kohën e dur në mënyrë që dhe koha e rehabilitimit të jetë e shkurtër, por natyrisht jetë edhe efikase. Absolutisht. Çdo fazë rehabilitimi kërkon kohën e saj, por dhe momentin kur vjen për të qenë sa më efikase. Sa më efikase. Ndërkohë, duke menduar që në vitet në vijim profesione të tilla që do të kenë të bëjnë pikërisht me pozicione të tilla do të shtohen ndjeshëm, sepse ky është edhe synimi në vitet në vijim, do të rritet ndjeshëm të profesione, ne do të vazhdojmë të kemi nevojë atëherë për fizioterapistët. Absolutisht. Roli fizioterapistit ka lindur që nga Hipokrati, baba i mjekësisë botërore, kështu që për herë të parë me anë të lëvizjes është zhvilluar dhe pjesa e mjekësisë. Ndërkohë, përsa i përket trajtimeve me sportistët, kryesisht, ku i kanë dëmtimet më të shpeshta sportistët dhe tek cilat sporte? Varet nga lloji i sportit, po thuaj se të gjitha sportet janë traumatike. Le të ndalemi te pjesa e futbollit, meqense është një sport më popullor. Janë dëmtimet në gjuhë. Pra një sportist dëmtohet te pjesa e ligamentit kryqëzues, te pjesa e meniskut, për shkak të traumës që pëson gjatë kohës që luan. Ajo se për shkak të një traume direkte që mund të marrë nga kolegu i vet. Kështu që gjuri është një ndër artikulacionet ku një futbollist preket më shumë. Dhe në momentin që këputet ligamenti, kjo nuk do të thotë se ai s'mund të luajë ose nuk mundet të vrapoj, mund të vrapoj, por performanca nga ato raste ku performanca bie atij sportisti bie në mënyrë absolute, kështu që është detyruar të trajtohet me anë të kirurgjisë dhe më pas me anë të fazës të rehabilitimit, ose një çarje me meniskut që mund t'i kufizoj lëvizjet e këmbës, është i detyruar të shkojë të bëjë ndërhyrjen dhe më pas të rehabilitohet. Por dua të ndalem pak dhe te dhënia e ndihmës së parë tek në fushë.
roli fizioterapistit është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe sot janë pothuajse të gjithë fizioterapistë në fushat sportive gjatë një lojë, e domosdoshme. Në rastet e një arresti kardiak, fizioterapisti shkon dhe i ndihmën e parë, ose në rast të një traume në kokë ose traumave nga më të ndryshme, qoftë edhe një distrocion kavile, fizioterapisti i ndihmën e parë dhe më pas sipas një stafi multidisiplinar ai pacient trajtohet dhe më pas rikthehet në fushë. Pra, roli fizioterapistit është kyç në të gjithë hallkat e sistemit shëndetësor. Për të çuar kuriozitetin tim, po pse edhe të teleshikuesve dhe duke ruajtur edhe privatësinë e pacientit, cili është rasti më i vështirë që ke trajtuar? Çdo rast, mendoj edhe ai më i lehti është i vështirë. Po rastet më të vështira janë ato rastet të cilat të prekin nga ana emocionale. Kam pasur raste të trajtimit të personave në moshë të re me sëmundje degenerative. Që do të thotë? Që do të thotë ata pacient sado që mundet t'i trajtosh deri diku, mundohemi që ta parandalojmë sëmundjen mos agravoj, por ti e shikon që sëmundja agravon dhe këto janë raste të cilat janë shumë të vështira për të trajtuar, jo vetëm nga ana fizioterapisti, por dhe nga ana e mjekut neurolog apo një specialiteti tjetër reumatolog. Pra kryesisht janë rastet me sëmundje degenerative duat të ndalen. Që do të thotë janë paralizat faciale? Jo, paraliza faciale sot mund të trajtohet. Fatmirësisht trajtohet dhe zgjidhet. Por janë raste pastaj me një sëmundje MS, multiple skleroz, ose një sëmundje reumatologjike, spondyliti ankilozant, ose që mundet të agravojnë. Dhe në rastet kur ti e shikon që ajo agravon, pra nuk ke çfarë bën, pavarësisht se ke dhënë maksimumin në trajtimin e atij pacienti. Dhe përpiqesh ta qetësosh, të themi, ta lehtësosh pak jetën e pacientit. Por dhe për fizioterapistin është shumë e vështirë të merret me këtë lloj kategorie pacientësh. Por janë pacientë të cilët dua ta theksoj kërkojnë një kujdes shumë të veçantë nga të gjithë profesionet e shëndetësisë. Doktor, unë të falenderoj shumë për gjithë shkandave, për kohën. Faleminderit. Sepse e di që je shkëputur tani nga klinika edhe ke lënë aty pacientët që kërkojnë ndihmën tuaj. Të uroj shumë suksese, ju uroj për pjesëmarrjen në këtë konferencë dhe natyrisht për ndarjen e eksperiencave me kolegët tuaj që ju rritin profesionalisht dhe jeni gjithmonë i mirëpritur në studio. Faleminderit, kënaqësia ime gjithmonë. Faleminderit. Mirë, ne do të ndajemi edhe për sot, ishte një temë shumë interesante që doja në fakt të ndaja me gjithë publikun kur bëhet fjalë për shëndetin, por në mënyrë të veçantë edhe për mënyrën se si ne e njohim edhe kuptojmë tashmë rëndësinë e fizioterapisë. Do të rishihemi së bashku të ditën e ardhshme, gjithmonë në mbrëmje në orën 20:30. Natën e mirë.